E falem për momentin më tëmël, po e kundër të ëmël është nga njëherë edhe hidhura, edhe që ne shpesh ndoshta ballafaqohemi me të njëtë. Nuk është jeta ndoshta veç lula, kemi edhe vështërsi, edhe kemi momente të rënjes, kështu në përgjithësi. Cili është momenti më i vështirë ndoshta gjatë jetës tonë, qoftë në jetën personale, mirë po edhe në karrierë, që kishe me nda bashkë me ne edhe shikust? Po, një pjesë e dhëmshme ka qenë në atë ku kur e kom kryer në shkollën fillore dhe kam mendu me u regjistru në shkollë të mesme. Jom gëzu se po regjistru në shkollë të mesme dhe kam shkuar në Drenas me u regjistru në shkollë. Dhe mbas një kohë që më pranun mi dhanë dokumentat me shlinë ndërsjetëll berri shko dil se i ke kalu 18 vjetë e nuk bën me u regjistru. Ka qenë pjesa ma dhimshme e imja edhe ndështë që kum kajtë ma shumë se edhe njëna kur më ka vdekë. Po. Se kam met me dokumenta në të tjetë. Edhe nuk ke mujtë me u. Edhe nuk ke mujtë me registru. Por, ka dalë një mësuesi imi, që ishte mësuesi imi ato që e së mund të me ndiku më registru. Po. A i qëtë i merë Bërbati, o gjallë, e përshëndes, ku do që jo, edhe më ka të regu. Këtu nuk o registrove. Shkën Skenderaj, shkolla Rami Sadiku a thirë, shkon Skenderaj, edhe atje pranjohësh se amshel nërmodja nuk ka në zonë të mjaftushëm, edhe nuk ka kriter për vjetë. Edhe kom shku jem registru, kom nejtë 2 muaj registru më atje, kom shku në shkollë, kom hetë gjatë, kajtë të në ati kom përbalu, ma vani kom marrën flesh për ngullin, kom shku në klin, edhe jem vendosën atje. Po, që ke e edhe fillimi, kur nuk o registru. Kur nuk je pranë. Dhe mendoha se me ta rrugve. Pra ti po e thu që 2 muaj ke ecë për më shku deri në shkollë, do më thonë. Prej Klinës, a? Prej Drenosit Malisheves. Okej, prej Drenosit Malisheves. Edhe në Skenderaj. Në Skenderaj. Pastaj ke kalu në Klinë. Herë ka fshati o bri, kom ra, Surovik o bri, e nga një herë ka tuneli u i mirit, të shilës di ku kom dalë, ata që po më dëgjojnë e din të në kahja, kom bajt e ka. Po, kjo pra ka qenë sakrifica për me përnë shkollën. Sakrifica, ma, edhe letë batë majnë fillim që i kom shku. Po. Mirë shumë, jemi krejt në fund të intervistës, cili është mesazhi, cili është këshilla, ndoshta që kishe me nda me krejt shikus që po na shohin, edhe që ndoshta kanë kalu periudat të tilla në përgjithësi. Po, unë bas pari përshëndet gjithë kolegët e mi, dhe gjithë ata që kanë vendosë më marrën me aktrim, që normalisht të merresh me aktrim duhet s'pari durim, duhet jesh i durushëm, po duhet jesh edhe t'i vlerësësh njerëzit për të qenë i vlerësuar vetë, t'i nderojsh njerëzit, t'i duash njerëzit, të mos e nënçmojsh publikun, hajtë për banja zonë se s'djenë së merresh, gjithë shka shrijet, gjithë shka dijet, dhe normalisht që përzgjedhen temat, e veç për ato tema që na përkosin ne si popull, dhe normalisht që na hinë shërbim të përditshëm dhe jesin si një kujtimi mirë për gjeneratat që vinë. Jo të merrem me sene, sepse edhe ne kena dash filozof, dash sociolog, dash aktor, dash kryus, dash shka dush skenograf, dash skenografist, dash shka dush kena të me ato regjizor, toni kem tonë që mujna me ta mu morë edhe me bo diçka tonën. E vërtet. Sepse ndoshta, kur i morëm temat e huja edhe i bajmë, në muj milion së cëlla dramë që lutë edhe Shakespeare-it, ju e djene ato që ajo leju mund më luën e pësa Shakespeare-it e lujmë tirë që, nuk është probleme e punë. Po ngjarja që zhvillohet nuk përputhet me robet që i kemë dvesh. Do thëtë ngjarjet tona na bin